O mos ban film, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sa bajnë xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllazër. Sahabët e pejgamberit në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër se ai pi do shumë musliman, si ka ik farzë aty. Po është mirë me tudhim musliman, po nuk mundet me tudhim ai më shumë se vetja. Ti çafën tonë si të lirupi zjarmat, as kemi lirua. Ti çafën tonë, ti e kije xhenetin 300 metra, 1 kilometër, si tu dal. Bedhlul mejhud, jep e maksimumin. Ai çka se jep maksimumin tash, se jep as minimumin më vonë. Ora më thënë. Ai çka se jep maksimumin. Do tash jep maksimumin. Kur do më dhon vëllazër? Kur do më dhon? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith ka thënë Hakimi në Musnedin e tij, ka thënë shfrytëzoj 5 para 5, njëra prej tyre wa sihhataka qabla maradik. Shfrytëzoje shëndetin tan para smundjes tane. Para smundjes tane. Kur smundesh, a ke pa kur smundi? O vetë sa të shnoshna, 5 vakt në xhami, zakatin e jap, agjërimin që të baj. O ve po ti sa të çohesh në kam, apo ti ketër rrotullon më sanela. Ti ketër rrotullon. Ti çetër shka. Kur smuhesh, ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam, dhe shfrytëzoje kur je i lirë para se mu angazhue. Ti nëse beqar nuk del me fal namazën në xhami. Çfarë të marrëmendja kur të martohesh? Ti pa fëmijë i martum, s'po del në xhami. Po kur janë nisur me të fëmijë, ti pa angazhuar me asnjë angazhim, kur kush slip kur gjë, nuk e kryen detyrën. Para më kur të ngarkohesh. Po ti kur ngarkohesh, mo, ti pa arsie s'ki dal, mo me arsie nuk çofna. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja 23-a është që ta jepsh maksimumin vëllazër. I jep maksimumin Zoti të shef. Zoti të shef. E keni pa plot njerëz që thonë, për shembull, i morin skenat, atje musliman t'ja tu hek, atje musliman pi vrasin, atje musliman pi djegin, lutem Allahun që Allah t'i ndihmon. Mirë po, a është kjo arsye ti më u mërzit në qajtore? Allah, sa shumë janë të hek. O mos ban film, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sa bajnë xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Po dhe shkive më janë t'ju dhim të të në, a e ditë e këta. Sa shki bile, ato dalin protesta, e ato dalin i bojnë plot pi punëve çka rezistojnë kundër këtij zullumi. A i be që në xhenet ka me shkua? Jo. Për këtë arsye vëllezër, sa prej jetojnë filmin. Zemra me pa zemra, sa ato mdhim për musliman. Edhe kur ta shif ka të regjim se ka zonë gjumi, për këta natën ka po polemik për fe. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllezër. Sahabët e pejgamberit në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër se ai pi do shumë musliman, si ka ik farzë aty. Cili sahabi ka ik? A dini se sahabët janë ngushëlluar me njëri tjetrin kurse kanë pa njërin në xhami se ka fal namazin. Ka shku të shtëpi kanë thënë, vëlla ngushëllime se të ikin 100-ja. Mishu na dikujt na sot. Kena mbledh vëlla ngushëllime me arbet pa se të ka ikin 100-ja. Po na mbledh për bardov që tjetër çon për bodall. Po që sa na mirë marrën kalon me pa, se të ka ikin 100-ja. Oni muj mos me dalë sa kur gjë. Por këtë arsye vëzë ne kemi ngatruar diçka. Në hartat e brengave këtu kemi ngatruar diçka. Po është mirë me tudhim musliman. Po nuk mundet me tudhim ai më shumë se vetja. Ti çafën tonë si të lirupi zjarmat, as kemi lirua. Ti çafën tonë, ti e kije xhenetin 300 metra, 1 kilometër, si tu dal. Ti a bash menon se na duhet me besue. Ai tjetri thot, e kum çel elhamdulillah, Allah më mundsoi një bunar me çel ashe, në çosh dunjës në Australi janë kin ku e diunë. Oj ndërum, kush ja jeto do të dek për buk. Ti nuk e ki gale me bash i po dhimbën musliman, po pak për Facebook, shikoj njerëz çfarë njerëz janë bëhe. Shfrytëzo vdekjen, shfrytëzo darsmën. E krita shkollën, çdo sen me Facebook. Elhamdulillah sosa çeta. Në ditë veç kur ta habitën, elhamdulillah vdiq filani. Ti ngatru muhabetet. Oj ndërum, edhe gëzimi edhe mërzia ka bën një kulturë ka, një edeb ka. Mos e shfrytëzo marrë vdekjen, edhe shiko, bëhet mërzia, objekt fitimi për gëzim dhe bëhet gëzimi sebeb për hidhrim. Ai për shembull ka feju apo ka martu apo ku di diçka, edhe e nxjerr në Facebook. Edhe shtash, shiko, vend se mu gëzu, mu kënaq me veten, se e ka rrit çeta. Kur kush të s'ma pëlqejti, ja nis mu i dhnuë. O thot ja, ai dhnua i gëzue. Po jam gëzu, po thot këto su gëzun. Po pse duhet tjetri me të kanë sebeb për gëzimin tan? A duhet tjerë të mu gëzu kur ti martosh, a ti duhet mu gëzue? Ti duhet mu gëzue. Mi profesor, jetojmë në botë kaotike. Nuk e dim, çdo sër, a la pa dek mirë njëri. Inna lil ka dale, tamam, kena me morë veç që ka dek. Ama ti ai tu garu kush ka më kallzu i parja. Nuk garohet kështu vëllazër, sepse na e kena materializu dhe e kena bëhe njërin teknik. Kush pe kallzon më shpejt? Çolli e kallzoi, ai parë kam thënë. Nuk ka kështu rregull vëllazër. Andaj duhet të dhanë maksimumi sa ki mundsi.
Maksimumi sa ki mundësi. E pastaj Zoti e din atë çka s'ki mundësi. Fattaqullaha mastata'tum. Allahu dha xhalla xhelaluhu, tutjuni Allah sa të keni mundësi. Allah e di sa s'ka mundësi unë me bë. Allah e di sa s'ka mundësi. Ama a ka mundësi na mu arsjetu atë çka kemi mundësi me arsjen me atë që s'kena mundësi? A mundesh me thënë Allahit, po unë sundrisht në xhami se do s'u shkoj shaqe minimu e musliman. O ndërum, çe të bo. Çka ka lidhje me këtë ti ki mundësi këta? Atje s'ki mundësi. Ti duhesh me bë çfarë ki mundësi. Kur mos ja lejo vetës me komentu dhe me humor me hapësirën çka ti s'kije. A je përgjegjës për çata jo? A ki mundësi jo? Daje këta, nale prit. Heke këtë kapitull. A mundesh ti me lexu Kur'an po valla? Po pse si të lexu? Po çse jam të pas mundësi. Ama pse të bëj këtë tjetër, këtu po. A mund të më fal namazin me rregull po? A mund të pas sunetet këtë po? A mund të bëj tesbih po? A mund të minimu kushijës po? A mund të më koni sjellshëm me musliman çka tredhojnë po? Po pse ti ban çdo? Po ama këshira atje. Që kjo vëzë kur ngatrohet. Rrethi mundësive me rrethin e pamundësive, ha, ne jetojmë mbrapsira. Ne jetojmë mbrapsira. Allah thot ku anfusikum wa ahlikum nara. O ju musliman, rune vetën bizarmit, mos ani tjertë. Vetën ja. Ti ke obligim në vetën me rujt. Pastaj rune dhe evladin. Nëse Allahu gjatë ditën e Kiametit, njeriu tërhiqet edhe pi babës, edhe pi nanës, edhe pi gruas, edhe pi evladit, edhe pi dosit, edhe pi vllavit. Këto largonu të pshtojnë ja rune. Jo veç kaç. Pejgambert Allahut alayhi salatu wassalam. Ha, Allahumma nafsi nafsi. O Allah, pshtojun në jar. Para më Allahu. Pejgamberi i Zotit, Allah i dashmi Zotit. Dën ditën e Kiametit, përveç Muhamedit alayhis salam. Përveç kët pejgamber përveç Muhamedit alayhis salam, kanë më thënë nafsi nafsi. Vetja. Andaj është mirë kur ti ki kujdes për tjetrin, kur e do tjetrin dhe respekton tjetrin dhe ndihmon tjetrin. Ama mos harro, kur kush nuk e do tjetrin më shumë se vetja. Harroj ata, sepse njeriu është i lidhur për nefsin e vet, është i lidhur për çënjen e vet. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyy 23 është wa tarku al-i'tirad ala al-mahbub, dhe përveç dhënies së maksimumit për përpjekjes është edhe mos me e kundërshtuar të dashurin. Më thon, as ki mund sa bajnë me bon nanta. Shumë herët me bash gjumin më të lezetshëm. A e do? Ai shka e do nuk diskuton. A keni pa njerëz kur udhtim shëtitje kur ban me dosta? Se ka problem. Kur e lën 3 nuk ka problem thot. Sa? Ai na të shkoj 3 natës, 4 natës. Në sabah s'ka lidhje thot, dalna. 2 saat gjumi ka, 1 saat, 20 minuta ka flet. Ani me thot s'ka lidhje. Pitash njerëz del. Mirë vëzër. Ai shka e do Allahu xha. Ai thot, a ve ku tash sabat drejt? Ai zeqati. Unë e du, bile gëzohet. Elhamdulillah që Allah ka bërë zeqatin me dhon.